Miq, kush u formua fillimisht, veza apo pula? Është pyetje tepër serioze, e di që dikush nga ju do thotë çfarë na thua sepse këtë nuk e ka zgjidhur askush, por sot do ta zgjidhim së bashku. Dëgjojeni me vëmendje. Nuk jemi shkencëtar, nuk jemi filozof, nuk jemi biolog, por dëgjoni me vëmendje deri në fund dhe pastaj lini komentin tuaj si mendoni ju. Dhe kujtojuni edhe një herë, në qoftë se për mendimin tuaj, përpara se të filloj, është formuar fillimisht veza apo pula, sipas jush? Pula apo veza? Tani do t'ju them. Atere, unë ulem gjithmonë kështu sepse dua që nuk di ku gjendeni dhe në këtë forum, pran alla shqiptarçe, për mua është më komode. Jam në shesh, ullur këtu, teksa telefoni është në karikim dhe u afrova në karrigen ku duhet të rria, pra në këtë poltronën, si quhet, që duhet të rria, çova kompjuterin për të treguar pulën. Dhe kjo është veza. Pra, veza apo pula, kush u formua sipas jush fillimisht? Shkencëtarët kanë dalë në një konkluzion që është vërtet shumë i rëndësishëm për ta diskutuar. Sepse shkenca pas 10-15 vjetëve studime tregon që në Hawaii kanë gjetur disa copëza ose disa fakte që tregon që atje ka lindur veza e parë. Dhe nga kjo vezë u filluan, nuk po flasim për një vezë të tillë, jo një vezë pule, por vezët e para, sepse duhet të dini që ne bazohemi në teorinë darwiniane, pra të një qelizorit. Pra që Darwini thoshte që çdo gjë filloi nga një qelizë vetme, pastaj u nda në pafundësi, derisa pastaj arriti tek njeriu. Por prisni se nuk është për të qeshur, kjo është për të qarë. Dhe dëgjoni me vëmendje. Dhe studimi ishte kryer prej vitesh, kishte dalë në vitin 2017, por nuk ishin ende të qartë dhe vazhduan për një kohë të gjatë. Dhe në vitin 2024, pikërisht në tetor të vitit 2024, në natyrë doli lajmi. Dhe këta shkencëtarët e Gjenevës thonë që çdo gjë lindi nga vezët, pra nga fillimi i vezëve, nga bakteret, pastaj nga vezët, dhe vezët filluan që të bënin të tjera vezë edhe që të dilnin speciet nga ty. Mirë po, ka një problem që unë dua ta ndaj me ju, sepse shkenca këtu ndalon. Dhe unë dua ta ndaj me ju, do thoni ju, ne nuk jemi shkencëtar, pak rëndësi ka që të kuptohet thelbi, dëgjoni me vëmendje. Të kuptoni thelbin se në çfarë bote jetojmë dhe ku insistojnë akoma me doktrina dhe me disa dogma që unë për mendimin tim janë vërtet absurde. Dëgjojeni. Atëre, shkenca, siç thash, ka bërë një studim prej vitesh dhe ka zbuluar që ne, pra çdo gjë lindi nga vezët. Mirë po, dhe bëhet fjalë rreth 350 milion vite më parë. Mirë po, rreth 230 milion vite më parë lindën dinosaurët dhe pretendohet që këta dinosaurët erdhën si pasojë e vezëve, pra nga vezët filluan që të lindnin dinosaurët. Nuk po flasim vetëm për dinosaurët, por vezët bën që të lindnin edhe specie të tjera. Dhe dal nga dal edhe kështu. Okej. Tani, pika 1 që më bën të mendohem është që si u formua pula, si u bë pul nga veza e dinosaurit, pastaj u bë pul. Si është e mundur? Pra, dinosaurët që fluturonin, sepse kjo është idea deri aty dhe ngecin pastaj shkencëtarët, thonë që dinosaurët që fluturonin filluan që të modifikoheshin dhe u bën fluturak. Pastaj këta fluturak erdhën në tokë dhe u bën pula dhe pastaj bën vezën. Mua më duket vërtet absurde. Ndoshta ata e ngatrojnë sepse këmbët e pulave janë parafërsisht si ato të dinosaurëve, po s'kan lidhje fare me dinosaurët. Dhe në një zhvillim të tillë, edhe sikur të kalojnë miliona vite, unë mendoj që pulat mbetet pul. Dinosauri mbetet dinosaur, majmuni mbetet majmun, etj. Për mendimin tim, megjithatë unë doja t'ju pyesja juve. Ju mendoni që nga vezët u bën dinosaurët dhe nga dinosaurët që u bën fluturuan pastaj disa prej tyre dhe ata që fluturuan pastaj u bën pula, ju çfarë mendimi keni? Por prisni sepse nuk marron këtu. Tani, ka një problem të madh. Një problem që shkenca ngre supet.
njeriu si lindi nga veza? Sepse në këtë rast thonë që lindi çdo gjë nga vezët. Atëherë njeriu si lindi nga vezët? Guackat, ku i la? Është turp të mendosh një gjë të tillë, por unë dua që ta diskutoj me ju, sepse kjo jo vetëm tërbon një mendim ose një mendimtar që kërkon të informohet, por çmend edhe gjithë opinionin publik dhe ata që kuptojnë, sepse tund themelet e dijes dhe i detyron njerëzit që të bëhen ignorant. Bëhen ignorant sepse si do të mendoj njeriu, sepse edhe sikur ta mendonim ne tamam si njeri. Pra njerëzit sot mendojnë, për shembull, unë jam njeri, lind nga një nën etj, pra nuk lind nga një vezë. Dhe e mendojmë si njeri, por edhe sikur ta mendoja jo si njeri. Si lindi njeriu i parë nga veza? Si? Sepse kjo nuk ka një evolucion. Po të kishte një evolucion që lindi nga veza, atëre po, mund të kuptojmë që, kishte një evolucion, ishim kështu, ishim ashtu, ose brenda kësaj guackës etj. Mirë po, ne dim që kemi ardhur nga majmuni, pra ashtu na është mësuar, sepse ne këtë mësojmë në teorinë darwiniane që ne erdhëm nga majmuni dhe një pjesë e vogël, 5% na ndan nga majmuni. Pra ne lindëm nga majmuni, atëherë duhet të kthehemi mbrapa në kohë. Majmuni lindi nga veza? Pyetje. E di që dikush prej jush, shumë prej jush do thonë tani, nuk e kanë zgjidhur të parë, do ta zgjidhim ne pikërisht pra. Sepse kjo ofendon, pra kjo ide ofendon dijen time ose dijen e atyre profesorëve që janë vërtet të informuar. Kam folur me një biolog para pak kohësh. Ja u hapa këtë bisedë sepse e kam bërë në një video tjetër, jo në këtë kanal, dhe kemi folur gjatë. Dhe duke diskutuar, më dha të drejtë për shumë gjëra dhe tha, unë shumë gjëra nuk mund t'i them, sepse po të flasta për disa gjëra, mua më heqin nga puna. Pra, merreni me mend se si është krijuar shoqëria sot që një njeri nuk ka, një profesionist po flas, nuk ka zë në kapitull, pra nuk mund të thotë dot gjë. Sepse jo vetëm që mund ta shkarkojë nga puna, por mund ta mbylli edhe në një vend për psikopatët. Po, sepse njerëzit janë pioner ose mund të vrasin për idealet e tyre të famshme, të thëna nga dikush tjetër, vetëm këta se e përsëritin, dhe duke përsëritur këto idealet, kujtojnë se janë të vërteta dhe japin jetën për to. Si thoshte edhe Schopenhauer, një e vërtet e hidhur, në fillim përplaset me një mas ignorancës. Pastaj ka një zënje të madhe për këtë ide të re, dhe pastaj pranohet normale. Dhe pastaj gjithë thonë, normal. Pra, kjo është idea që ne nuk mundemi që të kemi lindur nga vezët, sepse për mendimin tim, edhe pse, si thot Schopenhauer, do të hasi një debat të madh, kjo teoria ime, pak rëndësi ka, sepse e rëndësishme është që të kuptojmë, sepse nuk e kemi kuptuar të vërtetën. Pra, ne nuk kemi kuptuar se nga vim, kështu që ta diskutojmë këtë është legjitime. Ndaj, do të dëshiroja një komentin tuaj. Ju, çfarë mendimi keni? Lindi veza, pra u formua veza si fillim, apo pula? Dhe tjetra, si lindi njeriu? Lindi nga veza? Pres komentet tuaja. Do të dëshiroj vërtet një komentin tuaj. Ju falenderoj që jemi për bashkë. Sinqerisht falenderit. Dhe kush është rasisht do t'i lutesh atij bëj like faqes që të shihemi sërish. Ju përqafoj. Natën.